Dhe tani, ashtu si që premtuam, do të kemi mundësi të marrim më shumë informacione për motin që do të kemi në ditët në vazhdim në vend. Kënaqësi që me ne në një lidhje të drejtë për drejtë nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës është zotri Besim Aliu. Përshëndetje i nderuar, faleminderit shumë për kohën që më ndani sot për ne. Përshëndetje për ju dhe shikuesit që po na përcjellin. Zotri Aliu, patëm një vikend me diell, po në të njëjtën kohë me vranësira dhe me temperatura shumë më të ulta se ato që i kishim gjatë ditëve të para të javës së kaluar. Si do të jetë moti tash e tutje, duke filluar nga sot e deri në parashikimet që ju keni për këtë periudhë kohore? Po, ne edhe sot i patëm temperaturat rreth 0 në 2 metra mbi nivel tokës, kur të -1.5 janë registruar në për disa vende në Kosovë. Të temperatura sigurisht se janë të bëndshme për perime, do të thotë për perim për tu, mirë po nga dita nesër në tutje do të kemi temperatura me vlera pozitive rreth minimalet, por që dalë me perim tamam në pranverën pa minuse. Do të thotë nga dita e nesërme, praktikisht nga dita e mërkurë, sepse edhe nesër nuk kemi ndikun në një minutë, por që nga dita e mërkurë parashihet që temperaturat minimale të janë rreth 3-4 gradë Celsius, kurse ato maksimalet deri në 24 apo 25 gradë Celsius. Do të jetë kërësisht nga pjesa veri perpendikulare dhe veri lindore, specia se cilët mund të ketë nga 1 deri në 7 metra për sekond. Pra kjo situatë meteorologjike nuk është, do të thotë, është në lëvizje, sepse nuk po përsëritet në vitet të tjera, sepse sa i përket kushteve agrometeorologjike nuk është koha për mashtu, që mbjell me perimet, sepse mund kemi minuse ditën e nesme. Nga dita e mërkurë që bëqet kanë, si pas parashikimeve tona, kanë mundësi të mbjellë me këto kulturat, në në thotë perimeve, për shkak se temperaturat do të jenë pas në vlera pozitive. Pra kemi pasur temperatura në minus gjatë këtyre ditëve që lanë pase, të cilat në bazë informacioneve që kemi kanë pasur goxha ndikim kuptohet negativ të disa prej kulturave bujqësore, të cilat tashmë janë mbjellur në vendin tonë. Ata të cilët veç kanë kry këtë procesin e mbjelljes, çfarë do duhet bënin? Cilat janë opsionet që ne i kemi, apo s'është që kemi ndonjë opsion? Praktikisht për ata bëjt që kanë mbjell kulturat perimore, do të thotë më herët, po temperatura që nuk janë regjistruar në gjithë territorin e Kosovës, to janë praktikisht mikroklimat të cilat ndodhen në zonat e caktuara. Mirë po ato brima është një fenomen që shihet edhe me sy, do të thotë bëhet sesa e bëhet me ngjyrë të bardhë, për shkak se temperaturat janë vlera negative. Kanë besoj se ka ndonjë preparat që i lufton brimën, për shkak se është fenomeni që paraqitet me temperatura të ulta dhe ndikon direkt po do të thotë bim të quaj baritore, sepse edhe janë baritore. Kuptoj se ata do të thotë që i kanë mbjellë kanë pasur faktikisht humbje. Do t'i përsëritin, vjen do ta përsëritin sigurisht. Pra thuani që patjetër të rimbjellin këto kultura për shkak se dëmi ka qenë i pa evitueshëm. Përmendet që nga dita e mërkurë kemi ngritje të temperaturave. Do të kemi rreshje shiu, si keni arritur ta verifikoni, ta kuptoni këtë, si do të jetë? Po, ne kemi bërë parashikimet e motit dhe shihet se gjithë java do të jetë tamam tipike thash pranverore, por që përjashtua ditën e sotme dhe ditën e nesme ku patëm minuse dhe mund kemi prapë sërish nesër. Nga dita e mërkurë tutje do të jetë, do të thotë qielli do të jetë kryesisht i pastër me pak vranësira, të cilat do të jenë të fokusuara më shumë në relevin malor, pastaj ditën e hete do të kemi rënjën e fushat barike dhe do të krijojnë kushte që të premten të kemi vranësira më të dendura, të cilat vende mund të shoqërohen edhe me rreshje shiu, por që temperatura do të jenë pas në vlera pozitive qysh nga dita e mërkurë dhe tutje, dhe është të një lajm i mirë për ata bëqet të cilat ende nuk i kanë mbjellur kulturat të tyre do të pranverore. Pra, po na vije me të vërtet pranvera. Deri tani nuk është që patëm një pranverë shumë të vërtet ashtu. Mund të themi kështu përfundim. Jo, sigurisht jo, do të them
kemi pasur temperatura minuse, kemi pasur shumë ditë me brim, edhe pse gjatë ditës kanë qenë temperatura të larta, por që intervalli kohor nga 4 deri në 5 të mëngjesit ka qenë me temperatura fatkeqësisht negative, ku është përmuar edhe ky fenomen i brimës dhe ka ndikuar në prishjen e shumë kulturave falenderore. Faleminderit shumë zotri Aliu për gjitha informacionet që ndahet sot për ne. Me ndershosh Bulgar. Shumë faleminderit.